can fly. Ish banorët e Big Brother VIP Kosova, Drilën Rama dhe Eduard Kuqi që ndrojnë afër gjestit, do hakmerremi për ty, ndërka që edhe Dafina Zeqiri ka 2 fjalë për gjestin. Kanë qenë ish konkurrentët e Big Brother VIP Kosova që kanë reaguar të parët që në momentin që ndodhi incidenti midis Jozit dhe gjestit në largimin e Jozit nga Big Brother VIP. Ata kanë qenë të penjëhershëm teksa kanë bërë thirrje se do të hakmerren për këtë pabesi të bërë nga Jozi, teksa i pari që reagoi ishte Driloni. Drilën Rama, fituesi Big Brother VIP Kosova, i cili e ka mbështetur gjatë gjithë këtij rrugtimi në Big Brother e Shqipërisë, ka reaguar nga Insta story i tij duke shkruar disa sillen trima para kamerave, harrojnë që jashtë nuk ka më show, çdo veprim ka jehonën e vet. Kanë shkruar ata duke ju përgjigjur dhunës së Jozit e duke kërkuar hakmarrje. E më jashtër ka qenë nga ana tjetër Eduard Kuqi, i cili ka bërë një paralajmërim Jozit duke thënë: "Kam një paralajmërim për atë birin e shkinës, atë shkavellin i cili ka bërë gjon më të pabes në këtë Big Brother. Gjestin unë e kam edhe nga ana ime, edhe pse nuk kam postu shumë për të, pasi nuk e ndjek shumë më Big Brotherin e Shqipërisë, ma dërguan miqt këtë ndodhi që sapo ka ndodhur. I bëj thirrje Jozit që të ruhet pasi do marri përgjigjen e meritume", ka thënë Edi tepër jashtër në komente. Teksa fansa të shumë të gjestit kanë shprehur falënderime që i gjenden në këtë moment të vështirë. Edhe Dafina Zeqiri nga ana tjetër ka bërë një postim prekës për gjestin pas këtij incidenti live, teksa shkruan: "Kjec përpara ke tregu vetën si je, gjithë janë dashuruar në këto ngjyra të vërteta, sot kërkush se ka më rëndësi sa parë ke, sa bukuri je, sa famë ke. Nëse si i vërtet, i sinqert, i pastër, dikush tjetër ka me të shkëlqy më shumë, e ti ke shkëlqy aq shumë sa s'kan mujt me të duru, s'kan mujt me të kontrollu i natin e praptia aty, qëndroj i fort", shkruan mesazhin e fort për krahas Dafina. Edhe Granit Xhaka, i cili duket se ka qenë mjaft i përfshirë në këtë Big Brother në përkrajet e gjestit, nuk ka dashur që t'i japë rëndësi gjestit të ndodhur, teksa vetëm ka dashur të shpërndaj pozitivitet, e ka shkruar në faqen e gjestit finalist, duke uruar për arritjen e tij.